bërthamore të Iranit do të kishte një përshkallëzim edhe më shumë të situatës, por është po Donald Trumpi që thotë që do të ketë një armpushim. Nuk kishte mundësi të kishte përshkallëzim sepse Irani le të themi u dërmua në 12 ditë. Pra do ishte, le të themi, çmenduri nga udhëheqësit iranianë nëse do përshkallëzonin situatën në këtë pikë kur ndodheshin një vështirësi kaq të madhe ushtarake nga goditja që kishte bërë Izraeli. Pra në këtë pikë Izraeli le të themi bëri 3 çerrekun e punës, duke dobësuar jashtëzakonisht shumë nga palëmja ushtarake Iranin dhe Shtetet e Bashkuara bën goditjen finale. Në këtë pikë ishte siti bërthamor në Fordo dhe ishin veprimet e Izraelit të cilat hoqin qafe një pjesë madhe të raketeve balistike të Iranit, goditën sistemet hedhëse të Iranit, që dobësuan ushtarakisht Iranin. Pra Irani nuk kishte më mundësi, le të themi, për përshkallëzuar këtë situatë dhe goditja që bërin amerikanët treguan që le të themi gjithë Irani, gjithë territori i Iranit është objektiv në këtë pikë. Amerika i dha goditjen fatale, Trump thotë që ka një armpushim. Është kjo merite e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? E Donald Trump në rastin? Merita e Donald Trump në këtë pikë është që tregoi vendosmëri, sepse nuk presidenti i Shtetit Bashkuara ka fuqi sigurisht që i jep posti, por duhet të rrezatosh fuqi her pas here. Pra nëse kërcënon një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë dhe nuk bën asgjë, nuk të merr njëri seriozisht. Pra në këtë rast Donald Trump tregoi që kërcënon dhe bën atë që kërcënon. Do thotë që gjithë tjerë do e marrin seriozisht këtë tutje. Dhe operacioni që është në Hard është një operacion i jashtëzakonshëm ushtarak që ka bërë Shtetet e Bashkuara. Asnjë shtet tjetër në botë nuk e bën dot një operacion të tillë sepse nuk ka as avionë të tillë, nuk ka as pajisje të tilla që të bëjë diçka të tillë. Pra tregoi një lloj fuqie me të cilën duhet të matesh mirë këtë tutje. Dhe kjo gjë sigurisht që ka bërë iranianët të përulen para kësaj fuqie amerikane në këtë rast. Merita thash më madhe është e Izraelit që dobësoi Iranin në këtë pikë. Pastaj Shtetet e Bashkuara kanë meritën që i dhanë goditjen përfundimtare dhe kanë meritën që treguan vendosmëri. Se po mos kishte treguar vendosmëri Donald Trump dhe mos kishte goditur sitin në Fordo, lufta mund të kishte vazhduar dhe nuk i di se mund të kishte shkuar në atë situatë. A mund të sjellë kjo një largim të ajatollahëve? Do ketë ndryshime të forta brenda Iranit? Fakti është që megjithëse Izraeli u përpoq, le të themi, për ta shkaktuar diçka të tillë, populli iranian nuk doli për momentin në rrugë. Pakënaqësia është e madhe sigurisht, por nuk është e lehtë dalësh në situatë sepse nuk di si mund të shkojë situata. Dhe Allahu mund të binte, po mund mos binte. Në momentin që nuk bie, ata që dalin në rrugë dënojnë vetëm me vdekje, si thua në këtë rast. Unë kam përshtypjen që ndoshta pas goditjes të djeshme mund të ketë një marrëveshje të negociuar nga Katari, në kuptimin që Irani me shumë mundësi nuk do përpiqet më të rimëkëmbë programin bërthamor. Në këmbim të kësaj, amerikanët dhe izraelitët do zotohen për të mos prekur regjimin që ndodhet në Iran. Unë mendoj që ditën e parë izraelitët mund ta kishin eliminuar ajatollahun, por mund të shkaktuar një problem shumë të madh, një kaos shumë të madh në Iran. Në këtë pikë është, le të themi, i mbijetoi sulmit, le të themi, regjimi sulmit izraelit dhe amerikan, por ama fuqia iraniane në lindjen e mesme ka marrë fund me këtë që ndodhin për momentin. Pra e rëndësishme tjetër gjithashtu shohim se çfarë marrëveshje do i vendoset në tavolinë Iranit në këtë pikë, sepse pas një dëmimi të tillë sigurisht marrëveshja mund të jetë kapitulluese. Nëse Irani nuk e pranon një marrëveshje të tillë që kushtet mund të jenë shumë të rënda, nuk është çudi që Izraeli të rifillojë luftën dhe atë marrëveshje që ja vendosin në tavolinë ta zbatojnë në praktik. Ledion, të falenderoj shumë për gjithçka shpjegove, kemi tani një ide më të qartë se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve, gjatë 12 ditë luftimesh mes Iranit dhe Izraelit.